Dita botërore e zemrës mbahet çdo vit në nivel global me qëllim ndërgjegjësimin, informimin dhe edukimin e njerëzve lidhur me sëmundjet kardiovaskulare. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kujdesi për shëndetin kardiovaskular është një nga shtyllat kryesore të misionit. Doktoresha Daniela Teferiçi, mjeke kardiologe pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, është shprehur se çdo ditë ekipet e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë punojnë me profesionalizëm për të ofruar diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje të avancuara që shpëtojnë jetë. Mjekja ka thënë se sëmundjet kardiovaskulare vazhdojnë të mbajnë vendin e parë për sa i përket sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. Sëmundja kardiovaskulare vazhdon të mbajë vendin e parë për sa i përket sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë dhe në vendet e zhvilluara, kudo në botë, por akoma më keq janë shifrat në vendet në zhvillim, ku bën pjesë dhe vendi jonë. Doktoresh Teferiçi theksoi në mesazhin e saj parandalimin primar si një hallk shumë të rëndësishme dhe eliminimin e faktorëve të rrezikut që çojnë në sëmundshmërinë kardiovaskulare. Dhe shfaqja e sëmundjes në një moshë më të re ka të bëjë me stilin e jetesës, ka të bëjë me mënyrën e ushqimit, ka të bëjë me paksimin e lëvizjes. Parandalimi primar është shumë i rëndësishëm dhe kur themi për parandalim primar, flasim për minimizimin apo eliminimin e faktorëve të rrezikut që çojnë në sëmundshmërinë kardiovaskulare, të cilët janë obeziteti, stili i jetesës që çojnë në obezitet dhe një jetë sedentare. Këto përbëjnë dy shtyllat kryesore të stilit jetesës, mënyra si ushqehemi dhe sa sport bëjmë. Faktorë të tjerë është duhanpirja. Gjithashtu është trajtimi i sëmundjeve të cilat bëjnë pjesë në faktorët e riskut të sëmundjes kardiovaskulare, që është trajtimi i hipertensionit, e para është diagnostikimi, se ka shumë njerëz të cilët nuk e dinë që vuajnë me hipertension, diagnostikimi dhe trajtimi i hipertensionit, dhe një sëmundje tjetër është gjithashtu dhe diabeti. Mjekja kardiologe pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza u shpreh se bëhet një lloj grupëzimi i personave që janë me risk shumë të lartë për sëmundje kardiovaskulare dhe persona që kanë risk të ulur në bazë të vlerave të kolesterolit në gjak. Teferiçi drejtoi një thirrje për ndërgjegjësim të popullatës si një element shumë i rëndësishëm për sa i përket sëmundjeve kardiovaskulare. Dita botërore e zemrës gjithashtu synon të promovojë masa parandaluese që zvoglojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Sot në botë në të gjithë ekspertët e shëndetësisë besojmë se sëmundjet kardiovaskulare janë të dukshme, të parandalueshme, duke evituar një numër të madh vdekjesh të parakohshme.